edhe tha s'ke pas situata sulme si të mijat. I thash, do më thënë, të bo krasim. Ajo situata mu më ka sulmu Rogerti, Miri, Selin, këm pas debate me këta, i thash veç pak. Qa ke boti në lojë? Thash, përveç serialit me Brikenën, cilat e ndi, se sulme i thash edhe në këm pas. Thash edhe më ka sulmu Rogerti, edhe më ka sulmu Miri, më ka thonë të bras, këtë tjetër më ka thonë si e burë, gjithë shka. Nga njës tash na mi përmen ofendimet edhe sulmet, i thash unë një avdit s'kum flejt në shtrat, që kanë ardhë kanë kësy për mi shtrat tem, s'kum kalon me flejt. A kupton? I thash kum pas sulmet mija. Po i thash kalzam që ka të mujnë me të majtë men publiku për ty. Se i thash si për mendimin tem, thash debatet e tua janë pa finale, pa konkluzion. Do me thënë fillojnë, vazhdojnë, si shja tha dhe Arbin Prime, me thënë tha po zjeni 3 persona, po nuk jeni të e ditë për çka po zjeni. A kupton? Tash, unë, për mendimin tem, unë ju japë konkluz debateve të mija, se ma përmeni e debatin për luftën e Kosovës me Rogertin, unë debatin për luftën e Kosovës unë e kom zhvillu jashtë mase me Rogertin. Normal. Edhe i kom dhënë konkluzion, edhe i kom thënë, nuk diskutojmë me ty deri në momentin, për këtë temë nuk diskutojmë me ty deri në momentin që ti kthesh kamerës dhe i thëmë falë atyre njerëzve që janë prek. Okej? Nuk ka reagu zëri publikut, ka qenë qëtu ullë me kapel. Kur s'ka reagu? Brigena për këtë temë. Se nuk ka informacion. Nuk ka informacion. As Mali. Mali, hej, qa po folë për luftën e Kosovës, edhe u largu. Unë damarim ka dalë që të bërtit me Rogertin. E ma i menë shumë mirë. Pardje, i ka thonë Brikena, Rogertit, ti ke folë për luftën e Kosovës. No, sister, no. Bjeri në moment, mësë më rriti mund mendime tash me përdor një situatë që është zhvillua dhe ka marrë narracion nga publiku, kena marrë komente. Ka ardhë motra, familja jote, ka thënë. Unë ka zhvillu gjëja, ti tasë mësë merë kompetencë ti me dalë me thonë, une, qëtu e kanë? Të qaj e ka rikë, e kanë? Nuk e ka që. Tash nëse ti e zëri publikut, unë nuk qëndron kjo, se nëse ti ishe ka në zëri publikut, pak të një kështë majtë një qëndrem qëto. Një fjallë më? Se kjo ka uru luftë të tretë botërore, ku jeti mis paqa në botë që ja bëjshën? Kërë ka thënë Gimbo se jo s'ke reagu, këtu ka qënë Gimbo, tu. Tani ka pas... Tash, sëra, fet. Tash, për shambull, nuk ka pas qëndrime. Po du me një shapi thotë. Nese, edhe për shembull qëndrime tjera ka pas që nuk ka qenë koherente me zërin e publikut, ka qenë që kjo puna e vajzës së dashuruar që i vjen marrë me bëgjana në kamera, e ka ushqy stigmën të njerëz që një puthje duhet me qenë hala tabu në televizion, për mendimin tem, që për mu nuk duhet me qëndru që këse në vitin 2026. Edhe jemi nuk mund është ti me thanë jo, po pra, dhe nuk mund është me thanë jo, une vjen marrë, okej, ti mund është me pas komplekse, po mos e hy kësa i loje fare, pra. Po pësa jo, s'kena dje me fotografin që të për të bë? Përse dhe? Që i tha, hajde bëjmë foto, edhe erdi këtu gënjeu, tha jo, a i mbylli aparaturat? Po, para syve, na gënjeu, po it's okay. Jo, s'është okay, pra. Jo, it's okay, unë e kom kuptu që